Roza, hajde. Lexoj zarfin. Lexoj dhe tani dush me përshkru. Ato letrën? Po. Se kam fare më duket. Po s'ka problem se e mbaj mend. Veza duhet me të verdhën e vezës pra, e cila është portokalli në të kuqë rremt, sidomos kur ajo është e freskët, janë ngjyrat e çadrës që unë po prezantoj. Më duhet që vezën ta shndroj, apo them kështu, në një çadër plazhi dhe janë ngjyrat e verës së plazhit. Nëse unë do ta lëvizja do ishte shumë e vështirë për të qëndruar. Kemi një çadër me puplat e zogut të vezës, të cilët janë disa puplat varura poshtë çadrës. Çadra ka disa topa ngjyra dhe bluja këtu, ngjyra e kaltër personifikon qiellin, e verdha personifikon diellin dhe portokallia gjithashtu bashkë me perëndimin e diellit, sepse është shumë e ngjashme me të verdhën e vezës, sikurse edhe më kërkua nga vllai i madh pra në detyrën që kisha. Dhe gjithashtu kemi ngjyrat pak portokalli, pak në roz, të cilat janë ngjyrat e verës dhe veza ime sapo ka filluar pushimet e veta. I prezentoj me Erën, ka një emër, kjo veza. Era? Po, Era. Okej. Hello, Era. Kjo vezë shkon shumë, është një vezë që shkon shumë e freskët e konsumatorët, pasi prodhohet në Shqipëri dhe shpërndahet shumë shpejt në të gjitha pikat e shitjes. Kështu që kemi ngjyrat e dimrit, ngjyrat e freskëta, kështu që boqellin, të bardhën, blun. Edhe kemi dhe disa flutura këtu që simbolizojnë lehtësinë që ka Era për të transportuar. Flokët e Erës janë të bardhë, Era është moshatare, nuk është e re. Por prap e bën punën saj më së miri. Faleminderit. Edhe është, pse du ta fitoj, sepse është e vetmja vezë këtu me trup, krahasim me këto të tjerat. A pianisi me, Daria, qa më bërë filma, oj Daria? Po më zbë skena më rëmë bërë. Po hajde respektoj krejt. Apo jo? Valoj ta thej. Ta prishi. Bënë dhe njerë e prishi. E ke ti radhën. Mirë pafshi nga Era. Okej, amin shtë Syza. Veç pak, doktori. Do shtrihet ashtu për një... Veç pak, apo shun. S'po shu i bre? Mu ma ka thy për fatkeqësisht Loredona. Atëherë, këta se cili e për këtyne e kanë kopju një tjetrin. Kështu që ma i diferenti besoj që jem une. Mu nga kopju. Me koshta jenë njejt, me pamuka jenë njejt, me ngjyra jenë njejt, krejt. Unë jam ma diferenti, kështu që e mëritoj. Edhe finalin e mëritoj, me qëtë rrugë. Me që veza. Me që puna e vezës. Vezë e prodhuan nga pula që se s'po shihet që ushqen me ushqim, që ushqen me ushqim. Vezë e prodhuan nga pula që ushqen me ushqim shumë cilësor dhe të kontrolluar nga dhe qa ka lexon mëra vlla. Teknologji shumë e lartë për të mos lejuar që të infektuan pulat. Okej, atëherë prit veç pak. Ai, më nuk mbaroj. Shikoj e vezën. Ky është infermierja, qa është ky aty në pula. Edhe kjo është ndima e shpejt. Ky është gjaku i vezës. Pa. Këtu jënë do pëm, edhe që kjo është veza. Faleminderit shumë. Perfekte. Mi do të këtë përgjithësi dhe vezën. Po, veç ma diferentja është. Vazhdojmë po. Atëherë, veza ime është një vezë ovital rritur në një fermë, diku 70.000 metra larg një zone apo një zone të banuar.
Dhe kjo vezë është rritur nga pulë shumë të shëndetshme. Ferma ishte jo më kot kaq larg zonave të banuara, sepse duhet me se s'bën që t'i mbronin pulat nga infeksionet e ndryshme. Ndaj, unë kam zgjedhur ngjyrën purple, sepse kështu Leila roz me këto flatrat e roz, si për të thënë që është shumë e shëndetshme, është e paqët, është e mirë. Dhe kam bërë një si tip rrjete rreth e rrotull vezës, ku në anë të saj janë këto bakteret, që do thotë që te kjo ferma nuk ka shans, si që flet Lori, nuk ka shans që të ndërhyjnë dhe të ketë baktere, apo infekcion, apo sëmundje të ndryshme. Vezja ime është më shëndetshme se të gjitha ju të tjerat, kështu që... Beautiful. I did my best. Oj, Daniel. Në të Jemi gati. Ajde! Ju prezantoj me vezën Lohman. Vezë e bërë nga pula austriako-hungareze. Kjo vezë është super e shëndetshme, gjithmonë Ovital, me shumë protein, me të gjithat mijat e natyrës. Kjo është si fluturat e Hollandës dhe lulet e Austrisë. Dhe ju këshilloj që të pakten 5 kokra në ditë t'i konsumoni. Kështu që për gjithë sportistët, për të gjithë ata që dëshirojnë shëndet e plot, konsumoni vezën Ovital. Faleminderit. O jo, zi shumë e bukur kjo. Ha, kushe ka? Laertis. Ju prezantoj me vezën e kuqe Ovital. Këtu është një vezë shumë e veçantë. Si që shikoni, këtu kemi 12 ëngjëj, të cilët duke kërkuar përfaqësojnë 12 muajt e vitit, sepse është një vezë që konsumohet çdo ditë në të gjithë muajt e vitit. Në mes kemi zojt të cilët janë në fluturim duke kërkuar bashkë me ëngjëjt vezën Ovital, dhe në krye bashkohen 4 stinët e vitit, sepse si që dim është një vezë që mund të konsumohet në gjitha stinët e vitit. Me qënë se jemi në pranverë, kemi nuse pashkët, të cilat shumë të tërhequra nga veza e kuqe Ovital, vrapojnë drejt saj dhe natyra qel në pranverë me lulet e saj, dhe kemi nuse pashkët gjithashtu me nga një lule se cila. Ky kërkim prej mbi 20 vjetësh i ëngjëjve dhe i shpirtit të shenjtë që bashkohet me që janë ditët e Pashkës, unë dua t'ju uroj gjithë besimtarëve të krishterë, po dhe atyre muslimanë që festojnë me ne, gëzuar Pashkët, edhe harmonia në shtëpinë tuaj vjen vetëm me vezën Ovital. Faleminderit. Atën time për para fermës. Faleminderit. Unë jam rritur në një fermë e cila kujdeset që ne të jemi shumë të mbrojtur, të sterilizuar dhe të mos mund të futet asnjë mikrob. Ne jemi vezët më cilësore. Në dorën time, si që shihni, qëndron një flutur për shkak se jemi në pranverë dhe gjithashtu një nuse pashk në kokën time. Flokët e mia janë të verdha, njësoj si e verdha plot me kalori që unë baj brënda kësaj guackës, sa që quhet kjo? Lëvozhgës time, më falni. Dhe dhëmbët e mi të bardhë përfaqësojnë të bardhën që unë baj brënda vetes time, e cila është e mbushur plot me protein. Unë jam e shëndetshme në të 4 stinët e vitit, ndaj i gjithë trupi im ka ngjyrën njëshile, e cila është ngjyra që përfaqëson jetesën e shëndetshme.
Ushqeuni shëndetshëm me mua, Verbardën nga Ovital. Përshëndetje Ovital Fashion Show. Ne jemi një kompani e vogël publicitare ku po konkurrojmë për të fituar fushatën tuaj të publicitetit të vezëve. Sot do doja t'ju prezantoja një nga vezët e prodhuara nga pula të cilat jetojnë nëpër kapanone me dyert e kafazëve të hapur dhe ato jetojnë në kushte perfekte, natyrore, për një zhvillim dhe mirëqenie shumë më të mirë të pulave. Ja, si që shikoni, veza ime quhet veza e jetës, sepse konsumohet nga fëmijë deri në moshat e treta. Ajo është mjaft e shëndetshme, siç e shikoni, ne kemi paraqitur në një kopsht shumë të bukur, dhe cilën pulat mund të ushqehen shëndetshëm. Ja tek është edhe ambienti plot me lule ku pulat tona ushqehen dhe jetojnë në një natyrë të mrekullueshme. Unë ju sugjeroj që ta provoni të gjithë, fëmijë, moshat e mesme, po sigurisht dhe moshat e mëdha, dhe kjo vezë gjendet në të gjitha pikat e shitjes në Shqipëri dhe jo vetëm, në të gjithë Shqipërinë. Do doja që ne të ishim një nga fituesit e këtij show dhe pse jo të vazhdonim kontratën së bashku me vite dhe vite. Konsumoni vezën Ovital për një jetë shumë të mirë dhe ovitale. Faleminderit. Mbaruam? Faleminderit Ovital, ishte shumë e bukur. Hajde shiveni, hajde, si që bëhet. Hajde merrini këto dhe nxirrini në Ja, ekspozit. kapini qa bëhet të më, vez bio më, plot forcë, Shiko sa e bukur që plot shëndet më, Kjo duhet jetë imazhi i ri Ovitalit. plot Qa gëzim. imazhi është këtu? Imazhi është ky. Do të Shive, rejnë. shive, Ky është imazhi. hajde këtu, hajde. Shiko si është si njeri.